Mirë mbrëma të bekuar. Mirë mbrëma. Po ju pres të vini. Mirë mbrëma, ju përshëndes. Me që se po e shikoj që faqja është bosh, atëherë thash të futem, ju përshëndes. Ora shada ramasiki ranaiqa zadaida ramashada ramashada ramakida raida ramasa. Jasada ramahida ramashada ramasida ramasha. Mirë se erdhe motër Dile. Më falni, më duhet ta hap portën sepse se kush erdhi. Më falni një sekond. Ishte shpimja. Mirë mbrëma të bekuar, edhe të bekuar ju përshëndes edhe njerë. Edhe jam shumë e lumtur që jemi përsëri bashk. Lavdi Zotit. Zoti është i mirë dhe mirësia e tij vazhdon për jetë. Dhe atëherë mendova të futem e të kalojmë një kohë lutjeje, sepse e dini të gjithë ne kemi nevojë kaq shumë për lutje. Sot unë nuk e di si ka qenë dita jote, po sot për mua ka qenë një ditë ku gjithçka ka qenë kundër meje. Gjithçka. Edhe përveç Zotit. Përveç Zotit. Nëse do t'ja u tregoj, ka qenë vërtet, do thuash, wow, sepse me të vërtet nuk kam pasur në gjithë këto vite, nuk kam pasur kur një ditë si kjo. Edhe tani në darkë thash, ej Satan, prap t'je i humbur, edhe fillova po qeshnja, edhe thash, do të qesh, edhe do t'ja u tregoj, dhe vërtet ka qenë një ditë e çuditshme. Nuk e di tek ju të gjithë si ka qenë kjo ditë, por si ju thash, për mua ka qenë një ditë shumë e çuditshme. Lavdite e Zot që ti je i mirë, edhe kur nuk na lë dhe kur nuk na braktis. Faleminderit Zot që planet e të ligut kur nuk realizohen, pavarësisht se planeve të ti çfarë ai kur di sot, ai përsëri është i humbur në emrin e Jezus Krishtit. Faleminderit Zot, faleminderit që nuk e lë të ligun që ti realizohen planet. Faleminderit Zot, edhe kur duket sikur ai ka sukses, ai kur nuk ka në emrin e Jezus Krishtit. Faleminderit. Dhe me që unë sapo erdha dhe nuk pata kohë fare për të bërë gati, të krejan qik flokët ose kështu, thash hajt po futem kështu si që jam, edhe prandaj po futem kështu si që jam. Më falni pak, duhet edhe njerë këtu në YouTube. Pra të dashur, e falenderojmë Zotin që
të mint akoma ne nuk kemi mbledhur akoma të gjithë, sepse tani sa po erdhi Juliani dhe tha kam marruar dyqanin hapur, iku dhe njerë, dhe dua t'ju tregoj me të vërtet që i ligu gjithmonë mundohet për të blokuar jetët tona, për të na demoralizuar, për të na përullur, ai gjithmonë, por unë dua sot t'i them zemrës tënde që çfarë do lloj plani që ai bën, ai është gjithmonë i humbur. Nëse unë do t'ju tregoj ditën e sotshme, se si ka qenë një ditë plot me shigjeta të ligut, unë ngrita në mëngjes dhe dje isha fjeta mirë e bukur, edhe kur u çova në mëngjes, pash që kisha infeksion në sy. Thash, okej, Zot, ti do ta largosh këtë gjë sepse ti je më i madh se gjithçka. Edhe Zoti si gjithmonë i bën gjërat, lavdia i qoftë Zotit, dhe kështu që unë nisa për në punë. Dhe duke u nisur rrugës për në punë, thash po futem live, edhe ti jem live gjatë rrugës. Vetëm sa kapa telefonin me dorë, më ka ndalovi policia. Më ndalovi policia dhe më tha, ti ke telefonin unë e kam në një vend kështu që nuk e mbaj në dorë faktikisht, është një aparat që e mban, edhe unë thjesht po kujto atje nga aparati po mundohesha ta bëja live. Dhe policia më ndalovi dhe më tha që dënohesh sepse kishe po punoje me telefon. I thash më vjen keq, nuk po punoja, thjesht po si thuash, doja të futesha live, po jo se po punoja. Edhe tha jo, nuk lejohet fare në auto ta prekësh atë telefonin. Thash, okay Alketa, mos e prish Terezin, nuk e di tani, më mori ato gjërat, nuk e di qa shnovi, qa bori. Thash, okay Alketa, mos e prish Terezin. Shkova në punë që thoni ju, nuk kam bërë as një euro. As një, gjithë ditën nuk është futur as një njeri. Edhe pra, gjithë dita ishte pa këm njeriu, pa punë, më thënë, diçka që kur një jetën time deri më sot nuk kam ndodhur. Dhe me gjitha të, fillova thash, okej, përsëri unë do lavdëroj Zotin dhe çdo gjë Zoti do ta përdor për mirë. Në rregull, në darkë, kur mbylla punën, unë përsëri falenderova Zotin edhe fillova po vija për në shtëpi. Më ndalon përsëri policia edhe më tha matëm shpejtësinë dhe je 5 kilometra më shumë. Pra, përsëri një gjop tjetër. Të dashur, unë takuam me Julianin dhe ndërruam makinat, sepse Juliani tha do veten e puna, sepse kam një divan atje tek puna dhe më pengonte shumë vendin, edhe tha okej, po vete të heq divanin dhe ti ik me makinën time. Unë mora makinën e Julianit, vi deri në qerekun e autostradës, besoni apo nuk besoni, të gjitha dritat e makinës u dogjen në sekond. Nuk më kishte ndodhur asnjëherë. E dini ju, digjet një dritë. Okay? Digjet një dritë e makinës. Kush është shofer, i di këto gjëra se si janë, digjet një dritë e makinës, pastaj vete e ndron atë, po asnjëherë të digjen të 4 dritat e makinës në mes të autostradës dhe ti e pa drita fare. Dhe me të vërtet fillova po qeshja me të madhe edhe thash Satan, çdo gjë që ti po mundohesh, që unë të zëmrojmë, që unë të kemi natë, që unë të jem e zëmruar, që unë të ngelem në trishtim, nuk ta jap kënaqësinë. Edhe thash Zot, unë e di që edhe tani ti e ke çdo gjë në kontroll. Më jep një ide, sepse kështu nuk mund të vazhdoj. Dhe me njerë më vjen ideja, shtyp atë në, e ke parasysh ka ato, është ai sinjali kur ti ke një aksident ose kështu dhe shtyp ato sinjalet dhe ato bëjnë gjithmonë kështu pip me drita. Edhe ndeza ato dhe kështu e ngava makinën gjysmore në mes të autostradës
deri sa erdha në shtëpi. Sa po heran yra në shtëpi, i përula gjunjë tek dera e shtëpisë time dhe thash, Zot, faleminderit që erdha mirë. Por sa po fillova lajfin këtu, Razilja, dhe unë dola dhe Juliani që ishte me Davidin për të marrë divanin, erdhi në shtëpi. Guten Nacht, mein Schatz, ich lieb dich. Unë ja hapa derën tani dhe ai më tha, e di çfarë kam bërë? Kam harruar dyqanin komplet hapur. Dhe ai iku dhe njerë dhe shpall gjakun e Krishtit Jezus, angjit e Perëndis, që të kthehet mirë në shtëpi. Pra, të dashur, e dini, gjithmonë i ligu përpiqet të na sjellë probleme. Gjithmonë përpiqet për të na bllokuar, gjithmonë përpiqet për të na izoluar, gjithmonë të dashur, gjithmonë. Dhe këtë bën ai gjithmonë. Ai bën për sot, për shembull, ai kishte koncentruar gjithçka në çdo drejtim për të më izoluar dhe për të më çuar mua në atë që tisha e zëmruar me Zotin, ose të nxirja një fjalë, o Zot ku je, o Zot, do të thënë, sepse gjitha këto më bombardonin në mendje duke thënë, thuaj ku është Zoti, ha? Ja, ti thua kjo punë është zyra e Zotit. Ja, mban gjithë ditën kënga adhurimi, gjithë ditën lavdron Zotin, ha, ku ke punë? E shikon, nuk ja vlen të ndjekësh Zotin, nuk ja vlen të shërbesh Zotit. Pra, nga të gjitha anët, Satani mundohej që unë të kisha atë ndjenjën e pakënaqësisë ndaj Zotit edhe të mund të flisja kundër Zotit. Të dashur, unë dua të them të sot që gjithmonë i ligu do shikoj se si të na çoj kundër Zotit. Kjo është ajo që ai kërkon gjithmonë. Kjo është ai kërkon gjithmonë të na ngrej kundër Zotit. Shumë situata që vinë në jetën tona është si duhet ne të manovrojmë që gjithmonë ta kemi zemrën në Zotin, të shpresojmë që Zoti është gjithmonë në anën tona, të besojmë që Zoti çdo situatë do ta kthejë në favorin ton. Dhe të dashur, me të vërtet, kur të 4 dritat e makinës mu dogjen në sekond, pra nuk u dosh një, por me të vërtet unë kam filluar të qesh me gjithë zemrën time, edhe thash, unë do të gëzoj në Zotin, sepse Zoti është gjithmonë fitimtar, gjithmonë është në front dhe është gjithmonë në anët tona. Prandaj, unë të inkurajoj sot, kudo që ti je, çfarë do lloj situate që ti je duke kaluar. Ndoshta dhe ti je në situatë, je sulmuar po kaq shumë, dhe edhe ti je në një situatë ku ndjenjat e tua janë rrëmuj, ku ti nuk mund të flesh, nuk ke paqe, je duke pyetur veten çka kam bërë gabim, je duke pyetur çfarë mund të ndryshoj, je duke pyetur si të ndryshohen situatat, si të kthehen gjërat në favorin tim, si të kthehen gjërat në favorin e familjes time. Unë dua të them të sot, le t'i japim lavdi Zotit, sepse Zoti jon është gjithmonë fitimtar. Edhe Satani, çfarë do lloj gjëje që të bëj, ai është i humbur, sepse Zoti gjithmonë do të na ruaj, do të na bekoj dhe do t'i përdori të gjitha situatat në favorin ton. Në favorin ton, gjithmonë. Çfarë do lloj gjëje që i ligu ka bërë gati, ai është i falimentuar, është i humbur dhe asnjë të drejtë Zoti nuk do t'i jap mbi jetët tona. Ai ka të drejtë të na tundoj, por ai s'ka të drejtë kur të na sundoj dhe të na preki. Prandaj, le t'i japim lavdi Zotit.
Zoti donte që kjo ditë të ishte bosh, sepse me të vërtetun thash Zot, dua të shkoj tani të lutem të t'jap ty lavdi. Po kur shikova në faqja, nuk kishte asnjë live. Dhe Zoti e kishte ruajtur këtë momente që ne të mblidhemi bashk dhe të forcohemi bashk, të lutemi bashk, e përsëri, le t'i japim lavdi Zotit. Le t'i japim lavdi Zotit. Çfarë do lloj situatesh ti je duke kaluar? Ndoshta ti ke një situatë të vështirë me djalin tënd, me vajzën tënde. E ke situatën e vështirë në shkollë. Ndoshta e ke situatën e vështirë në punë. Ndoshta e ke situatën e vështirë me njerëzit familjar. Ndoshta je duke pyetur si të veproj, çfarë të bëj. Unë dua të të them ty sot me gjithë zemrën time. Le t'i japim lavdi Zotit. Edhe të themi Zot, ne të dorëzojmë gjithçka ty. Ti je Zoti fitimtar, ti je Zoti o Perëndi, ti je ai që ja heq të drejtën Satanit mbi gjithçka. Ti je ai o Zoti i shenjtë, që ndoshta Satani ka të drejtë për të na tunduar, por ai kur nuk ka të drejtë të jetë fitimtar mbi ne. Kur, sepse si të rrojmë ose të vdesim, ne jemi të tunjë Zot. Si të rrojmë edhe të vdesim, gjithmonë fitoria të përket ty Zot. Ty të qof lavdia në shekuj të shekujve të shekujve. Haleluja! Ne të japim lavdin ty o Zot. Ne të adhurojmë ty. Ne të japim ty o Zot nderin. Ne o Zot i shenjtë i përulim kokat tona dhe deklarojmë Jezus Zot mbi zotër. Jezus mbret mbi mbretër. Ti je ai që t'i japim o Zot i shenjtë nderin ton dhe thërrasim i nderuar qof Zoti ynë. I bekuar qof Zoti ynë. Ne do ta kremtojmë Zotin, sepse ai është i mirë, sepse mirësia e tij vazhdon për jetë. Po Zot, sot ne do të thërrasim o shtëpit tona, ju muret tona, ju gardhet tona, ju fëmijët tan, ju burrat tan, ju nuset tuaja, ju nënat tona, baballarët tan, nipër dhe mbesat tona. O Zot, ne lutemi sot dhe deklarojmë ju të gjithë i gjakut ton, adhuroni Zotin, adhuroni Zotin, ku do që i ligu ka marrë të drejt në jetët tuaja, në emrin e Jezus Krishtit, le të hiqet tani, në emrin e Jezus Krishtit Zot, ne pendohemi sot, pendohemi për çdo mëkat, pendohemi Zot për çdo fjalë që kemi thënë pa u menduar, pendohemi Zot për çdo mirësi që e kemi marrë si të mirëqen, pendohemi Zot i shenjtë për mëkatet e fëmijëve tanë, pendohemi o Zot. Ne vim o Zot i shenjtë dhe si prindër dhe pendohemi dhe kërkojmë falje Zot për fëmijët tanë. Ti o Zot i shenjtë thua lutuni në çdo kohë. Dhe ne vim sot edhe kërkojmë falje për fëmijët tanë. Fali Zot për gjithçka të keqe që mendojnë. Fali për çdo gjë që kanë bërë. Fali për çdo veprim të gabuar. Fali për çdo vendim të gabuar. Fali o Perëndi dhe çliroi nga prangat e të ligut. Nxirri nga kafazet ku i ligu i ka futur. Nxirri o Zot i shenjtë dhe prej çdo lidhje me mëkatin, prej çdo lidhje me të ligun sot, sepse ne o Perëndi, si prindër, thërrasim sot, ne dhe shtëpia jon do të adhuroj Zotin. Ashtu siç ti e thirrë Zot shtëpinë e Aronit dhe i the ti dhe shtëpia jote do më shërbeni mua. Dhe ne vim o Zot, si shtëpia e Aronit, si pristat e tu Zot, si priftërinjtë e tu o Zot, si të zgjedhurit e tu o Zot, dhe ne thërrasim sot. O Zot, ashtu siç ishte Aroni jemi dhe ne. Dhe ne thërrasim sot dhe themi ne dhe familja jon do t'i shërbejmë Zotit. Ne dhe fëmijët tanë do t'i shërbejmë Zotit. Ne dhe djemtë tanë do t'i shërbejmë Zotit. Ne dhe vajzat tona do t'i shërbejmë Zotit. Po Perëndi, ne do t'i shërbejmë Zotit. Çdo gjë në shtëpinë tonë, le të adhuroj Zotin. Çdo gjë në shtëpinë tonë, le të thërrasi. Dashuria e Zotit vazhdon për jetë. Çdo gjë në shtëpinë tonë, le të këndoj dhe mshuria e Zotit vazhdon për jetë.
Çdo gjë, o Zot, që merr frymë dhe nuk merr frymë dhe që ndodhet në territorin e shtëpisë tonë, le të këndoj sot dhe të thotë dhe mshuria e Zotit vazhdon për jetë. Çdo gjë që nuk ngren emrin e Zotit, çdo gjë që është futur nga armiku në territorin tonë, çdo gjë që na vjedh gëzimin, na vjedh financat, na vjedh paqen, na vjedh fëmijët, na vjedh jetët, na vjedh shëndetin, në emrin e Jezus Krishtit, le të largohet tani nga territori jon, le të largohet nga zemrat e fëmijëve tan, le të largohet tani nga zemrat e bashkëshortëve dhe bashkëshorteve tani në emrin e Jezus Krishtit, sepse ne thërrasim Zotin si shtëpia e Aronit. Çdo gjë që merr frymë dhe nuk merr frymë dhe çdo gjë që ndodhet në territorin ton, le të thërras i bekuar qoftë Zoti, dhe ne do t'i shërbejmë Perëndis në emrin e Jezus Krishtit. Çdo gjë që nuk i jep lavdin Zotit të thahet dhe largohet tani në emrin e Jezusit. Çdo gjë që nuk i jep lavdin Zotit të marrë zjarr dhe të liroj territorin në emrin e Jezus Krishtit. O, ne thërrasim tani, ne nuk kemi frikë, lidhim çdo shpirt frike, çdo shpirt utimi, çdo gjë që na vjedh gëzimin dhe na bën frikacak, le të lidhet tani në emrin e Jezus Krishtit, sepse ne do të thërrasim. Jo, nuk kemi frikë, por do të thërrasim dhe do të themi dhe mshuria e Zotit ton vazhdon për jetë. Ankthi nuk ka vend, sepse mirësia e Zotit vazhdon për jetë. Faleminderit o Zot që ju përgjigjesh thirrjeve tona. Faleminderit Zot që ju përgjigjesh zërit ton. Faleminderit Zot, faleminderit. Ne nuk kemi fare frikë, sepse kur ti je me ne Zot, çfarë mund të na bëjë njeriu? Çfarë mund të na bëjnë veprat e të ligut? Çfarë mund të na bëjnë shigjetat e të ligut? Asnjë gjë. Në këtë datë, o Zot, në 17 shtator 2025, ne i deklarojmë të thyera të gjitha shigjetat e të ligut. Çdo komplot i ber kundër nesh, çdo magji që na është servirur me ushqim, çdo magji që na është servirur me rroba, me dhurata, çdo dhuratë që ne kemi marrë, o Zot, dhe e kemi pranuar, e kemi veshur, e kemi ngrënë, e kemi pirë, e kemi futur në shtëpitë tona, ne kërkojmë falje, Zoti i shenjtë. Kërkojmë falje dhe prandaj Zot, ne shfuqizojmë sot çdo magji e bërë kundër nesh, çdo magji utimi, çdo magji rëmuje në mendjet tona, çdo magji për harres, çdo magji për mosditje organizimi, çdo magji për shkatrime të familjes, çdo magji për vdekje të parakoshme, çdo magji për smundje, çdo magji për të sunduar dhe vjedhur familjet tona dhe paqen tonë në emrin e Jezus Krishtit të marrin zjarr tani dhe të largohen nga territori jon. Tani në emrin e Jezus Krishtit. Në emrin e Jezus Krishtit Nazaretas, ne thërrasim Zoti është me ne. Po, Zoti është me ne. Edhe njerë, Zoti është me ne. Prandaj ne nuk kemi fare frikë. Çfarë mund të na bëj njeriu, çfarë mund të na bëj Satani, asnjë gjë. Prandaj në emrin e Jezus Krishtit, çdo komplot i të ligut për të çarë dhe vjedhur rezervat tona, në emrin e Jezus Krishtit tani të thahet çdo gjë e të ligut në territoret tona, të digjet dhe të bëhet hi. Nga hiri nuk del më asgjë. Prandaj le të bëhet hi dhe ta shkeli me këmbë në emrin e Jezus Krishtit. Asnjë plan për të vjedhur rezervat tona nuk do të ketë sukses. Asnjë plan për tronditjen e zemrave tona nuk do të ketë sukses. Asnjë plan për udhtimet tona nuk do të ketë sukses në emrin e Jezus Krishtit. Faleminderit Zot që je besnik. Faleminderit që je i mirë, o Zot. Dhe o Zot, ne të kërkojmë falje Perëndi. Çdo pazar që kemi bërë me armiqtë tanë, Perëndia jon, ne vem dhe blejmë gjëra tek njerëzit e gabuar. Ne vem, o Zot, dhe e çojmë paran atje ku ne e dim që ndërtojnë veprën e të ligut. Ti thua, Zoti i shenjtë, në fjalën tënde, mos bëni pazare dhe mos e çoni paran tek armiku juaj, sepse ndryshe do t'u thahen financat. Dhe në emrin tënd, Zot, ne vim sot, o Perëndi, dhe kërkojmë falje. Na fal, o Zoti i shenjtë, që ne shikojmë që
armiku e ka bërë 2 cent më pak se bite tu, Zot, dhe ne vem dhe japim lekun tek armiku. Dhe kështu ne thërasim mallkimin mbi jetët tona. Pendohemi sot, o Perëndi. Pendohemi që kemi bërë pazare me armikun. Pendohemi, o Perëndi, që kemi lejuar tharjen e financave tona. Pendohemi, o Zoti i shenjtë, që kemi bërë pazare dhe kemi bler dhe kemi dhënë parat tona, Perëndi, tek ai që ndërton veprën e të ligut. Ne pendohemi sot me gjithë zemrat tona dhe le të thahet çdo far që ne kemi dhënë, o Zot, atje dhe është mbjell tek toka e armikut. Në emrin e Jezus Krishtit ne kërkojmë sot të thahet çdo far, Perëndi, që ne e kemi lejuar dhe e kemi mbjell në tokën e armikut. Pendohemi sot, prandaj çdo far që është mbjell dhe prodhon mallkimin për ne, në emrin e Jezus Krishtit, le të thahet tani, le të digjet tani, le të thahet, le të shkulet, le të skualifikohet në emrin e Jezus Krishtit. Dhe çdo mallkim i nisur kundër nesh, në emrin e Jezus Krishtit, unë e thërres tani të gjithë frymrat demonike që janë aktivizuar për të bllokuar financat tona, për të vjedhur financat tona, për të tharë financat tona, sepse ne kemi bler tek armiku, në emrin e Jezus Krishtit, Perëndi, ne pendohemi, prandaj të gjithë frymrat satanike le të rrëzohen tani, Zot. Ashtu si ata plumba, Zot, që nisen dhe kur thua stop, edhe ato bien puf në shesh, në emrin e Jezus Krishtit, le të bien tani të gjithë në shesh në emrin e Jezusit, pa të drejt aktivizimi, në emrin e Jezusit, dhe ne kërkojmë tani të na kthejnë të gjitha financat që ne kemi dhënë atje. 7 fishi, Zot, megjithse ne kemi gabuar, Perëndi, përsëri ti thua që kur ne pendohemi, ne i shpengojmë bekimet, Zot. Prandaj në emrin e Jezus Krishtit ne kërkojmë të thahen farat që kemi mbjell dhe çdo gjë që na është vjedhur dhe e kemi dhënë sepse na është mbyllur mendja, na ishte mbyllur mendja, Perëndi ti na hap mendjen dhe ne i kërkojmë të gjitha financat e vjedhura në emrin e Jezus Krishtit Nazaretas. Dhe ti, Perëndi, do të bësh burime të reja të hapen, ku ne të bëjmë biznese, ku ne të lidhim kontrata, ku ne të kemi prosperitetin, Zot, dhe të kemi ndërgjegjen që nuk na pa ditë, Zot, sepse ti do të bësh që ne të blejmë aty tek bitet tu, Zot. Në emrin e Jezus Krishtit. Faleminderit, o Zot. Faleminderit që je i mirë. Faleminderit që je besnik. Faleminderit, Zot, ty dhe vetëm ty të qof lavdia në shekuj të shekujve të shekujve. Zot, faleminderit. Haleluja. Të gjithë ju që më ndiqni në TikTok, unë po e shikoj që TikToku më bllokon, ju lutem më ndiqni në YouTube. Unë jam në YouTube te Pastore Alketa Auer, kisha online. Më ndiqni në YouTube sepse Facebooku, sepse TikToku sapo më shkruajti që do ta mbylli live-in. Prandaj më ndiqni në YouTube ose në Facebook. Pra unë jam në të dyja live, futuni, ndiqni sepse e di që këto lutje donte Zoti që ne të bashkoheshim, prandaj dhe e mbajti territorin hapur që ne të mund të futeshim në një linjë sot për të adhuruar Zotin dhe për të lutur. Prandaj futuni, ju lutem, në YouTube ose në Facebook, sepse TikToku po e mbyll. Okej, unë po e let derisa ta mbylli, por po e shikoj që sepse më shkruajti që do ta mbyllin. Prandaj në emrin e Jezus Krishtit, Perëndi, unë shfuqizoj të gjitha kontratat e mallkimit që janë shkruar nga pazaret që ne kemi bërë. Në emrin e Jezus Krishtit dhe sot shpengojmë financat tona. I shpengojmë, Zoti i shenjtë, dhe kërkojmë bekimin tanë. Kërkojmë çlirimin e financave tona. Kërkojmë të na kthehet çdo gjë 7 fishi, Perëndi, i çdo gjëje, Perëndi, që i ligu na ka vjedhur, që na gënjeu me sepse na i ofronte gjërat pak më pak, Perëndi, duke mbjell vdekjen e financave tona në financat tona. Në emrin tënd, Zot, ne pendohemi dhe ne kërkojmë rilindjen e financave tona. Ne kërkojmë rizgjimin e financave tona. Në emrin e Jezus Krishtit, ne kërkojmë një fillim komplet të ri për financat tona. Në emrin e Jezus Krishtit, dhe çdo gjë që kemi pranuar, kemi deklaruar se paraja s'ka shumë rëndësi, të kemi shëndetin po s'ka para, s'ka gjë pa para, çdo
çdo gjë o Zot, që në i ligu na ka përdor gojën tonë për të bllokuar jetët tona, ne pendohemi sot Perëndi dhe i skualifikojmë të gjitha që kemi thënë kundër jetës tonë, kundër financave tona në emrin e Jezus Krishtit, i shfuqizojmë në emrin e Jezus Krishtit dhe ne kërkojmë sot të hapen dyert të reja, të hapen mundësi të reja Zot, të hapen rrugë të reja Perëndi dhe të gjithë të sjellin financat tek ne, në emrin e Jezus Krishtit. Tek të gjitha ata që janë bijtë e Perëndis, aty të vën financat, në emrin e Jezusit. Faleminderit Zot i shenjtë, sepse ti je me ne. Prandaj o Zot, ti je ai që na ndihmon, ti je ai që na hap rrugët, ti je ai që na ngren, dhe prandaj ne do t'i shikojmë triumfues armiqt tanë, sepse ti je në anën tonë. Po Zot, ne kemi vendosur të gjejmë strehtë tek ty dhe mos t'i kemi besim asnjë njeriu. Ne kemi zgjedhur të besojmë ty, ne kemi zgjedhur të mbahemi fort tek ty. Në dorën tënde të djathtë o Perëndi, ne kemi vendosur të kapemi fort dhe prandaj ne kërkojmë strehën e ty dhe asnjë gjë nuk ka se që na bëni ligu. Në emrin e Jezus Krishtit, ne gjejmë strehtë tek ty dhe të riqemi sot Perëndi nga çdo kontratë që kemi bërë me njerëzit. Kudo që ju kemi deklaruar njerëzve, i kemi bërë zotra Perëndi, i kemi vënë mbi jetët tona duke thënë që të më ndihmoj ky, të më ndihmoj ai. Ja, po të kem ty më mirë të vdes, pa ty s'dua të rroj, çdo mallkim vdekje Zot që kemi thënë, çdo gjë o Zot ku kemi dhënë besimin tek njerëzit, ne pendohemi sot. Dhe prandaj Perëndi, çliroj të gjithë njerëzit që ne i kemi marrë peng Perëndi sepse i kemi bërë si zotra në jetët tona. Çliroj Zoti i shenjtë dhe bekoj. Na fal o Zoti i shenjtë, na fal që ne kemi qenë shkaku i mallkimeve të tyre. Ne kemi qenë shkaku që jeta e tyre është kaq e vështirë. Dhe ne pendohemi sot o Perëndi me gjithë zemrat tona. Dhe Zot, ne i çlirojmë sot të gjithë njerëzit, fëmijët tanë, djemt tanë, vajzat tona, burrat tanë, nuset tuaja, prindrit tanë, motrat tona, çdo njeri Zot, që ne e kemi vënë si Zot edhe kemi vënë besimin ton tek ta, ne pendohemi sot o Perëndi dhe i çlirojmë këta njerëz sot. I dorëzojmë në dorën tënde. Dhe Zot na fal o Perëndi që ne bëhemi merak. Sot të dorëzojmë ty meraket tona për këta njerëz Zot që ne i kemi bërë si Zot në jetën tona. Dhe ne themi jo, i kemi dorëzuar, por sapo dëgjojmë diçka për jetët e tyre, kuptojmë që ne nuk i kemi dorëzuar fare, sepse ne s'na zë gjumi, ne na ikën uria, ne nuk dim si ti. Pra, ata janë akoma zota të jetëve tona. Prandaj dhe i ligu gjithmonë e gjen derën e hapur tek ata. Prandaj o Zot, ne pendohemi sot me gjithë zemrat tona. Dhe të lutemi Zot, na ndihmo. Na ndihmo Zot të marrim lirin. Na ndihmo Zot i shenjtë që të dim të t'i dorëzojmë ty. Zot, ne mundohemi kaq shumë Perëndi e përsëri kuptojmë që nuk i kemi lënë të lirë. Prandaj në emrin tënd Jezus, kërkojmë ndihmën tënde të na ndihmosh t'i dorëzojmë njerëzit që ne i duam, t'i dorëzojmë në ty Zot, edhe të deklarojmë Zot, me të vërtet ti do më shumë se ne. Ti i ke në kontroll më shumë se ne. Na fal për krenarit tona Zot, sepse ne jemi krenar dhe mendojmë që ne mund t'i mbrojmë, ne mund të organizojmë jetët e tyre, ne mund t'i zgjidhim problemet e tyre. Na fal o Zot i shenjtë, ne pendohemi sot dhe na ndihmo Zot me të vërtet t'i dorëzojmë në dorën tënde. Kemi nevojë o Zot për ndihmën tënde. Kemi nevojë për dorën tënde të fuqishme Zot, sepse vetë nuk ja dalim, por me ty po o Zot. Prandaj sot vim o Perëndi dhe nuk themi më siç kemi thënë që e dorëzoj, e kam lënë të lirë, sepse Zot, nëse do të shikojmë në zemrat tona brenda, kuptojmë që nuk i kemi lënë dot të lirë, sepse nuk kemi mundur Perëndi. Kemi nevojë për ndihmën tënde. Vim sot të përulur përpara teje. Thyejmë krenarit tona Perëndi dhe vim sot duke përulur gjunjët dhe duke përulur kokat përpara këmbëve të tua. Dhe themi Zot, na ndihmo në këtë dobësi, sepse nuk po ja dalim. Na ndihmo t'i lëm të lirë ata që i duam Zot. Na ndihmo t'i lëm të lirë dhe të t'i besojmë ty Zot. Në emrin tënd Jezus. Amen.
Haleluja. Faleminderit o Zot. Ne kërkojmë o Perëndi ndihmën tënde. Ne kërkojmë o Zot i mishenj dorën tënde. Ne kërkojmë të na rrethosh o Zot me gjakun tënd. Ne kërkojmë të na rrethosh o Zot me angjëjt e tu. Ne kërkojmë të na rrethosh o Zot me mbrojtjen tënde. Po o Zot, na rretho me zjarrin tënd dhe ne do të bëhemi trima dhe ne do të çohemi dhe do t'i shtukim armiqt tan. Por na rretho ti së pari Zot me zjarrin tënd. Na rretho o Zot dhe bëje të dukshëm zjarrin tënd. Bëje të dukshëm o Zot mbi jetët tona, mbi fëmijët tan, mbi punët tona, mbi financat tona, mbi dashurinë tonë, mbi shëndetin tonë, mbi besimin tonë o Zot, mbi gjithçka Zot. Na rretho me zjarrin tënd. Dhe kur ne të shikojmë o Zot që jemi të rrethuar me zjarrin, ne pa diskutim që do të jemi trima o Zot, sepse e dim ti je me ne. Po o Zot, prandaj o Perëndi na rretho me zjarrin tënd dhe në emrin tënd ne do t'i shtukim armiqt tan, në emrin e Jezus Krishtit. Po o Zot, armiqt na kanë rrethuar, ata na kanë rrethuar Zot dhe mendojnë për të na izoluar. Por në emrin tënd ne do t'i shtukim ata. Në emrin tënd o Zot, armiqt janë bërë si bleta. Na kanë rrethuar rreth e qark si bleta. Por ne o Zot, në emrin tënd do t'i djegim si digjen ferrishtet. Në emrin e Jezus Krishtit do t'i shkatërrojmë. O Perëndi, armiku është ngritur dhe kërkon të na rrëzoj, të na shtyj, të na përshtyj, por në emrin tënd Jezus ne do t'i shkatërrojmë, sepse ti na ke rrethuar me zjarrin tënd, si me mburoj. Po Zot, po, ti na ke rrethuar si me mburoj, dhe prandaj ne jemi trima dhe të fort. Ne jemi trima dhe të fort. Haleluja. Ne jemi trima dhe të fort, sepse ti je me ne. Haleluja. Të falenderojmë o Zot dhe të adhurojmë. I shenjtë, i shenjtë, i shenjtë, i shenjtë, i shenjtë. I denj, 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 i denj është Zoti ynë. Po Zot, ti je kënga jon, ti je adhurimi jon, ti je shpëtimi jon. Prandaj o Zot, ne ngrihemi sot o Perëndi me këngë fitoreje dhe deklarojmë, dorë e djathtë e Zotit është në favorin ton. Skeptri i Zotit është ngritur për të na mbrojtur. Kush mund të na prek? Kush mund të na prek? Zjarri i Zotit është si një mur rreth e qark nesh. Kush mund ta kaloj? Kush mund ta kaloj? Askush. E djathtë e Zotit është ngritur, e djathta e Zotit do të bëj çudi kur të tregoj që është në anën tonë, kur të tregoj dhe gjunjësoj të gjitha armiqt tan. Zoti, Zoti, Zoti nuk do të na lër kurrë në dorën e vdekjes. Zoti, Zoti nuk do ta lër kurrë armikun të triumfoj. Po Zot, po të falenderojmë, të falenderojmë. Hapi portat e drejtësisë o Zot, hapi portat e drejtësisë në emrin e Jezus Krishtit dhe le të hyjmë ne dhe familja jon. Le të kalojmë o Zot në tokën tënde, në tokën ku është populli jot, ata që ti ke shënuar si të bekuar, ata që ti ke shënuar të mbajnë emrin tënd, ata që ti ke shënuar të mbajnë shpirtin tënd, ata që ti ke shënuar Zoti i mishenjt, të jenë nga lavdia në lavdi për adhurimin tënd, për ngritjen e emrit tënd Zot. Po Zot, po, hapi portat e mirësisë, të dashurisë, të bekimit, të paqes, hapi Perëndi dhe ne do të kalojmë. Faleminderit o Zot që ti nuk na le jashtë në kohën e rebeshit. Ti nuk na le o Zot i mishenj në kohën e stuive. Ti nuk na le jashtë. Ti hap portat e drejtësisë dhe pas nesh i mbyll o Zot. Dhe armiku kur nuk na arrin. Ashtu o Zot, siç i kanë prerë shigjetat, do të pengohen në shigjetat e tyre, do të bien në gropat që kanë hapur, kurse ne do të kalojmë në portat e drejtësisë. Po, ne do të hyjmë nëpërmjet portave të drejtësisë, sepse jemi drejtësuar në gjakun e birit. Ne do të hyjmë dhe do të kremtojmë Zotin. Ne do të kremtojmë Zotin, shpëtimtarin ton, sepse ne e thërrasim dhe ai na përgjigjet. Ne e kërkojmë
dhe e gjejmë. Haleluja! Ai kur nuk fshihet kur ne e kërkojmë, por i përgjigjet zërit ton. Faleminderit o Zot, faleminderit që na ke bërë si gur të gjallë, që ne ndërtojmë, vendosemi njëri pas tjetrit Zot, për të ndërtuar mbretërinë tënde. Faleminderit Zot, dhe kjo është vetëm vepra jote, sepse ti je i mrekullueshëm Zot. Kush i kishte menduar këto gjëra? Kush e ka këtë zgjuarsi? Askush përveç teje Zot. Të adhurojmë dhe të falenderojmë. Po Zot, po. Na ndihmo që tani e tutje. Që tani e tutje Zot. Bëj që të kemi mbarësi. Që tani e tutje Zot. Bëj që të jemi të bekuar. Që tani e tutje Zot. Bëj që mos pengohemi absolutisht jo me. Që tani e tutje Perëndi. Na mbështill me një mur të tejdukshëm Zot, por të zjarrt dhe si ajo makina antiplumb o Zot, që asgjë nuk e kalon. Na mbështill o Zot, na mbështill. Në emrin tënd Zot i mishenjt, që sot e tutje, le të jemi në tokën e bekimit. Që sot e tutje, le të jemi në tokën e shpëtimit. Që sot e tutje, le të jemi të bekuar dhe të mbrojtur. I bekuar qofsh ti o Zot. Ne të bekojmë nga shtëpit tona Zot. Ne vim sot gjithë secili nga shtëpit tona Zot dhe të bekojmë ty, sepse shtëpit tona janë vendi adhurimit tënd. Shtëpit tona janë vendi falënderimit tënd. Shtëpit tona Zot janë zjarri i lagjes ku ne jemi, janë zjarri i qytetit ku ne jemi, janë zjarri i shtetit ku ne jemi Zot. Ti na ke çuar Perëndi në këtë vend ku ne jemi Perëndi, në Tiranë, në Shkodër, në Berat, kudo që jemi Zot, në emrin tënd Zot, në Köln, në Itali, në Australi, kudo që jemi Zot. Ti o Zot i mishe na ke caktuar, na ke dhënë territore Zot në një vend ku ne nuk i kemi bler, nuk i kemi ndërtuar Zot. Ashtu siç i ke premtuar Perëndi, ju do të merrni shtëpi që nuk i keni ndërtuar dhe ne i marrim shtëpitë që nuk i kemi ndërtuar vetë o Perëndi. Na fal o Zot i mishenj që ne nuk kemi qenë falenderus, po kemi thënë jo po se kam ndërtuar unë këtë shtëpi, jo po e ka ndërtuar filani, e ka ndërtuar fisteni, dhe o Zot na fal o Perëndi, na fal, pendohemi me gjithë zemrat tona dhe ne i marrim bekimet sot o Perëndi. Shtëpi që nuk i kemi ndërtuar, ne do të jenë tonat. Vreshta që nuk i kemi mbjell, do të jenë tonat Perëndi. Dhe ne të falenderojmë që ti Perëndi na i ke dhënë trashëgimin dhe ne Zot i marrim në emrin e Jezus Krishtit. I bekuar qofsh ti o Zot dhe të bekuar qoftë çdo njeri prej nesh o Zot i mishenjt, sepse ne çohemi që sot në emrin tënd dhe fjala thot i bekuar qoftë ai që çohet dhe flet në emrin e Zotit. Dhe sot Perëndin e deklarojmë, të bekuar do të jemi ne, sepse do të flasim në emrin e Zotit. Ne do të flasim në emrin e Zotit. Prandaj do të jemi të bekuar në emrin e Jezus Krishtit. O haleluja, ne çohemi sot dhe thërrasim përpara fronit të Perëndis. I shenjt je ti o Zot. I denj je ti të marrësh nderin dhe laftin. I shenjt je ti. Ti je Perëndia jon dhe ne do të kremtojmë. Ti je Perëndia jon dhe ne do të përlëftojmë. Ne do të kremtojmë Zotin, sepse ai është i mirë dhe mirësia e tij vazhdon për jetë. Po Perëndi, faleminderit që sot e tutje ne do të kemi një rrugë të panjoll. Faleminderit Zot që sot e tutje ne do të kalojmë në një rrugë të re, në një rrugë të re o Zot. Ne do të kalojmë në rrugën që ti Jezus do të hapësh për ne. Zot i shenjt, ne nuk duam të ecim më në rrugët që kanë hapur të tjerët. Ne nuk duam o Zot i mishenj të ndjekim rrugën dredha derisa të arrijmë në vend o Zot. Perëndi ti je një Zot i drejtë. Hape rrugën e të drejtë përpara nesh dhe ne duam të ecim vetëm në hapat e tua. Ne duam bekime të reja. Ne duam vesën e mëngjesit Zot. Vesën e mëngjesit.
ty të qof lavdia sot. Ne kërkojmë vesën e mëngjesit sot. Ne kërkojmë manën Perëndi, të dalim dhe ta mbledhim çdo mëngjes të re. Prandaj o Zoti im i shenjtë, ne çohemi sot dhe deklarojmë një rrugë të re do të japësh o Zot bijve të tu. Rrugë të reja bekimi, bekime të reja në mendje të reja Zot, idera të reja Perëndi, në emrin Tënd Jezus, man të re o Perëndi, dhe ne do të ta japim ty lavdin. Lum ne o Zoti im i shenjtë që të kemi ty. Lum ne o Perëndi, sepse rrugët e tua janë të qëndrueshme. Dhe që sot e tutje Zot, ne shpallim qëndrueshmëri në shëndetin ton. Ti dëshirosh kishën tënde Zot, dhe unë shpall shërimin e kishës tënde. Shpall shërim Zoti im i shenjtë të kishës tënde Perëndi, të çdo pjesëtari të kësaj kishe, në emrin e Jezus Krishtit. Unë shpall shërim në emrin e Jezus Krishtit Nazaretas. Unë shpall shërim në emrin e Jezus Krishtit dhe shpall qëndrueshmëri në shëndet në emrin e Jezus Krishtit. Po Zot, unë deklaroj dhe shpall Perëndi që do të turprohen armiqtë tanë, por nuk do të turprohemi ne. Që do të shushaten armiqtë tanë, por nuk do të shushatemi ne. Që do të rrëzohen armiqtë tanë, por nuk do të rrëzohemi ne. Ne do të ngrihemi, ne do të ecim në rrugë të reja, ne do të ecim në rrugë të drejta dhe do të kemi stabilitet, qëndrueshmëri dhe besim në emrin e Jezus Krishtit. Ne do të kremtojmë ty o Zot me gjithë zemrën tonë. Ne do të kremtojmë ty o Zot, sepse ti ke folur në favorin tonë. Ne do të respektojmë ty o Zot, sepse ti e meriton zemrën tonë dhe respektin tonë. Po Zot, ne kemi vendosur gjithë besimin tonë në ty Zot. Ne kemi vendosur Zot mendjet tona. Dhe sot Perëndi unë kërkoj freski në mendjet tona. Kërkoj freski, çdo shpirt udhimi, çdo shpirt magjie që është vendosur sipër mendjeve tona, për të menduar gjithmonë të keqen, për të qenë të hutuar, për të harruar gjërat, për të na hequr dashurinë për Zotin, për të na hequr dashurinë për Biblën, për të mos na lejuar të mbajmë mend vreshta biblik, çdo gjë që i ligu ka vendosur me mendjet tona, në emrin e Jezus Krishtit, sot kërkoj shfuqizim dhe kërkoj o Zoti im i shenjtë rifreskim të mendjeve tona, komplet një mendje të re. Çdo njeri një mendje të re, qeliza të reja, neuronet të rifreskohen, të karikohen në fuqinë e Zotit, në emrin e Jezus Krishtit. Dhe çdo gjë që e bën që mendja jonë të mendoj vetëm të keqen, që të jetë demoralizuar, që të mos ketë shpresë, që të mendoj vetëm sëmundjen, të mendoj rrëzimin, në emrin e Jezus Krishtit Nazaretas. Çdo i fortë që i ligu ka vendosur mbi mendjet tona të lidhet dhe të bjerë tani nga mendjet tona në emrin e Jezus Krishtit, të largohet tani dhe unë kërkoj freskim sot, derdh zjarrin tënd në mendjet tona, diq çdo gjë që punon kundër nesh, çdo gjë që është fshehur në programin e trurit ton, çdo gjë o Zoti im i shenjtë virus që është futur në programin e trurit ton dhe mban peng dimensionet të mendjes tona, në emrin e Jezus Krishtit le të marri tani zjarr dhe të gjitha neuronet e trurit ton të freskohen tani në emrin e Jezus Krishtit. Çdo shpirt Alzheimer, çdo shpirt arrese, çdo shpirt utimi, trishtimi, depresioni, panik atakën, në emrin e Jezus Krishtit, çdo gjë e ka mendjen e ka atë në fillimin në tru. Prandaj në emrin e Jezus Krishtit unë deklaroj tani të thahet çdo plani të ligut, të thahet tani në emrin e Jezus Krishtit Nazaretas dhe tani të rifilloj freskimi në emrin e Jezus Krishtit, komplet freskim, në emrin e Jezus Krishtit, freskim i neuroneve të trurit ton, në emrin e Jezus Krishtit, freskim i mendjes ton, në emrin e Jezus Krishtit, dhe asnjë të drejt me Satani, asnjë të drejt me, në emrin e Jezus Krishtit. Zot, faleminderit për freskimin, faleminderit Zot që ti e lidhe të fortin, dhe faleminderit sot Perëndi që ti hape mendjet tona, që ti çlirove mendjet tona nga çdo gjë
ku i ligu na kishte marrë peng. Në emrin e Jezus Krishtit. Dhe unë kërkoj sot një fillim të ri për mendjet tona, një ristart të ri në emrin e Jezus Krishtit. Një ristart të ri në emrin e Jezus Krishtit. Dhe Zot, unë lutem Perëndi, çdo dimension i ndjenjave tona që na është vjedhur, çdo gjë që i bën ndjenjat tona të mendojnë vetëm të keqen, çdo gjë që bën zemrën tonë të dridhet, çdo gjë që e bën zemrën tonë të presi të keqen, çdo gjë që e bën zemrën tonë të jetojë në ankth edhe gjithmonë me atë, bobo mos ndodh një gjë, bobo ça do ndodh, në emrin tënd Jezus, çdo shpirt magjie që manipulon ndjenjat tona, çdo mallkimi trashëguar që ka të drejtë në genet tona për të na mbajtur në ankth edhe në pasiguri, në emrin e Jezus Krishtit, çdo e drejtë që i është dhënë të ligut në ndjenjat tona nëpërmjet mëkateve tona, në emrin e Jezus Krishtit ne pendohemi sot dhe e thyejmë çdo të drejtë të ligut në ndjenjat tona. Çdo dimension i ndjenjave tona ku jetohet nga veprat e të ligut, jetohet nga Satani, ne ja heqim sot të drejtën. Në emrin e Jezus Krishtit i çlirojmë ndjenjat tona tani. Në emrin e Jezus Krishtit të çlirojnë ndjenjat tona nga çdo plan i të ligut. Në emrin e Jezus Krishtit tani dhe asnjë ndjenjë që i ligu e ka manipuluar, e ka zotëruar dhe e ka marrë si territorin e tij të mos ketë më sukses. Në emrin e Jezus Krishtit, çdo ndjenjë vetvrasje, çdo ndjenjë depresioni, çdo ndjenjë mashtrimi, çdo ndjenjë kurvërie, çdo ndjenjë në emrin e Jezus Krishtit që s'është nga Zoti të lajri trupin ton tani. Në emrin e Jezus Krishtit. Amen. Dhe Zot, unë vi sot përpara Teje dhe lutem sot Perëndi, çdo pjesë e shpirtit ton që është vjedhur, çdo shkëmbim shpirtëror që është bërë o Zoti Mishen ndërmjet jetëve tona dhe punëtorëve të Satanit, në emrin e Jezus Krishtit të shfuqizohen tani. Kudo që janë varrosur dhe janë bërë shkëmbime të bekimeve tona, ne sot i kërkojmë mbrapsh në emrin e Jezus Krishtit. Ne kërkojmë mbrapsh çdo gjë që na është vjedhur. Ne kërkojmë mbrapsh mendje, ne kërkojmë mbrapsh zemrat, ne kërkojmë mbrapsh trupat tanë, ne kërkojmë mbrapsh shëndetin ton, ne kërkojmë mbrapsh familjen ton, ne kërkojmë mbrapsh fëmijët tanë, ne kërkojmë mbrapsh çdo gjë që na është vjedhur në emrin e Jezus Krishtit, ne i kërkojmë mbrapsh sot. Në emrin e Jezus Krishtit dhe kudo që kanë varrosur pjesë të jetëve tona, në emrin e Jezus Krishtit le të thyet tani gjithçka që është varrosur. Në emrin e Jezus Krishtit, rrobat tona ose gjithçka prej nesh, kudo që janë manipuluar, në emrin e Jezus Krishtit, tani le të marrin zjarr. Dhe çdo gjë që na lidh dhe na mban peng, sot ne deklarojmë gjakun e Krishtit Jezus dhe ne ndahemi sot. Nga çdo gjë që na identifikon, nga çdo fotografi, nga çdo rrop, nga çdo thua, nga çdo plur ku ne kemi shkelur, nga çdo flok, nga çdo gjë që na është marrë, nga çdo gjak, çdo gjë që na është vjedhur, në emrin e Jezus Krishtit, ne sot ndahemi dhe deklarojmë ADN-ja jon është ADN e Krishtit dhe nuk mund të vidhet kur. Dhe prandaj që sot e tutje i deklarojmë të djegura të gjitha kontratat, i deklarojmë të thyera gjithë qypat, vazot, kudo që janë bërë varrimet dhe ceremonit. Çdo këngë që është kënduar kundër nesh, çdo këngë që është kënduar me magji, çdo kërcim që është bërë lakuriq, çdo magji hene, çdo magji lumi, çdo magji deti, çdo magji pemësh, në emrin e Jezus Krishtit, kudo që janë bashkuar fuqitë e qiellit të parë, të qiellit të dytë dhe të nën tokës, në emrin e Jezus Krishtit ne i fuqizojmë sot. Në emrin e Jezus Krishtit, Zot ti thua që ti do të nisësh kovaçët Zot për të thyer planet e armikut. Dhe unë nis sot në emrin e Jezus Krishtit, kovaçët e Zotit të thyen çelsat kudo që janë lidhur çelsa, kudo që është mbyllur jeta jote nëpër çelsa, kudo që janë varrosur çelsa, kudo që janë zhytur nëpër detra çelsa me emrin tënd, kudo që janë mbyllur çelsa, kukulla, gjërat e tua, në emrin e Jezus Krishtit, unë nis sot kovaçët e qiellit dhe gjithçka e të ligut të shkatrohet tani në emrin e Jezus Krishtit dhe çdo gjë e mbyllur
të hapet tani dhe le të na kthehet gjithçka që na është vjedhur në emrin e Jezus Krishtit. Haleluja! Faleminderit Zot. Zot, faleminderit. Çdo gjë Zot, unë lutem sot, çdo njeri që i ligu e ka thirrur për të punuar kundër nesh. Çdo gjë që i ligu e ka thirrur për të bllokuar dokumentat tona, për të bllokuar ato në prosperitetin ton, për të bllokuar bekimet tona, në emrin tënd Zoti im i shenjtë, ne lutemi për këta njerëz t'u hapësh syt. Lutemi Zoti im i shenjtë t'ju zbutësh zemrat. Lutemi Zoti i shenjtë t'i sjellësh o Zot tek ty. Të lutemi Zoti im i shenjtë për njerëzit. Të lutemi Zot sepse ne nuk e kemi luftën me njerëzit Zot, por ne lidhim Satanin. Çdo fuqi që i përdor, le të marrë zjarr tani dhe të humbi çdo fuqi. Në emrin e Jezus Krishtit, ne ju lidhim dhe ju nisim ashtu siç nisçe ajo dhia, që Zoti tha, nise verini duart mbi te dhe niseni në shkretë të tir. Dhe ne vëm duart tani mbi ty dhe themi, nisu në shkretë të tir në emrin e Jezus Krishtit dhe kurrë mos u kthe. Kurrë të mos gjesh njerëz që të punojnë kundër nesh, që të bllokojnë jetët tona, që të bllokojnë gëzimin ton, që të bllokojnë prosperitetin, dokumentat, çdo gjë që ne kemi, kurrë ti nuk do të gjesh njeri, sepse në emrin e Jezus Krishtit ne i vëm duart mbi ty dhe si një dhi, dhe ty dhia të simbolizon Satan, të nisim në shkretë të tir, pa të drejt kthimi, në emrin e Jezusit. Amen. Haleluja, haleluja, haleluja. Oj, mafjeti o Zot, të nderojmë o Zot, të falenderojmë o Zot i shenjtë. Ne ndalojmë sot o Perëndi përpara portave të tua dhe thërasim i shenjtë ti. Ne ndalojmë sot o Perëndi përpara këmbëve të tua dhe thërasim i lavdishëm je ti o Zot. I lavdishëm je ti o Zot. Ne ngrejmë syt drejt teje Perëndi. Ne ngrejmë syt drejt fronit tant dhe të japim lavdi. Shpirti jon o Zot është i etur për ty. Shpirti jon o Zot është i lodhur nga talljet e armiqve dhe ne nuk e pranojmë më. Ne kërkojmë o Zot i mi shenjtë ngushëllimin tënd. Ne kërkojmë o Zot i mi shenjtë mbrojtjen tënde. Ne kërkojmë o Zot i mi shenjtë të na ngresh që të turpërohen ata që kanë qenë kundër nesh. Le të turpërohen armiqtë tanë o Perëndi, sepse ti do të na ngresh dhe do të japësh lavdi emrit tënd. Sepse ti do të ndërtosh shtëpitë tona Zot. Të tjerët lodhen, punojnë, po kurrë nuk ndërtojnë. Por ne do të ndërtojmë o Zot, sepse ti do të ndërtosh shtëpitë tona. Ti do të na ruash shtëpitë tona, ti do të ruash territorin ku ne jemi. Ti je mbrojtësi dhe bekuesi jon o Zot. Ti je ai o Zot i shenjtë që e mbush magjen ton plot. Ti je ai o Zot i shenjtë që i mbush territoret tona plot me vajin tan të freskët çdo ditë. Ne harxojmë o Zot i shenjtë dhe ti na shton çdo mëngjes vaj të ri, bekime të reja. Dhe ne futemi sot o Zot i shenjtë në tokën e bekimeve të reja. Në tokën e bekimeve të reja. Dhe Zot, faleminderit. Faleminderit o Zot që ti hape kataraktet e qiellit dhe urdhër Perëndi që ne të marrim bekime të reja. Faleminderit o Zot që ti na çliron nga çdo shpirt religioziteti, lodhje, mos respektimi o Zot i shenjtë të bekimeve të tua. Zoti na çliron dhe ngren sot emrin tënd dhe hap territore të reja. Po Zot, po, të falenderoj. Dhe për fëmijët tanë o Zot, sepse fjala thot që bijt janë trashëgimia që vjen prej teje, janë bekimi jot o Zot, janë bekim shpërblimi. Prandaj o Zot i shenjtë, ti na i ke dhënë ne Zot, ne t'i japim ty. Ku janë ata më të mbrojtur se ne ty? Ku janë ata më mirë se tek ty? Dhe ne i dorëzojmë tek ty. Lum ne o Zot i shenjtë që na i ke mbushur shtëpin plot. Lum ne o Zot i shenjtë që na ke zgjedhur për t'u nderuar. Lum ne o Zot që fshihemi tek ty o Zot i shenjtë dhe marrim mbrojtje. Aleluja. Mariana thot, dua të tregoj që jam je lutur për shoqen time të ishte shtatzan dhe ajo ka ngelur shtatzan. Aleluja. Faleminderit Zot, faleminderit
që je kaq i mirë është Zoti jon. Zoti është i mirë. Haleluja. Haleluja. Lavdi Zotit. Haleluja. Haleluja. Lavdi teje Zot, lavdi teje Zot. Edhe të gjithë o Zoti Mishet që kanë nevojë për fëmijë. Jepu Zot, jepu shpërblimin o Zot të dashurisë së tyre. Dhe të gjithë ata që duhet të martohen Zot. Zot Perëndi. Edhe për ta ti ke shpërblimin Zot, prandaj martoj sa më parë. Në emrin e Jezus Krishtit çlirojmë sot martesat, çlirojmë sot bashkët që ju të lidhni fëmijët tuaj. Në emrin e Jezusit. Amen. Haleluja. Zot faleminderit. Dhe në një resht në Bibël, Zoti thot në Psalmin 132, reshti 17, do të arris fuqinë e Davidit dhe do t'i jap një lamp të vajosurit tim. Faleminderit Zot. Po Zot, jepna lampa Zot. Lampa që ne ti mbajmë Perëndi dhe ti na jep vajin dhe ne të shkëlqejmë. Po Zot, ti na jep lampën, na i ke dhënë Zot, na ke dhënë trupat tanë, dhe na jep vajin Zot që ne të shkëlqejmë. Çdo ditë e më shumë, çdo ditë e më fuqishëm. Dhe mbuloj me turp armiqtë tanë. Mbuloj me turp Zot ata që tallen me emrin tënd. Mbuloj me turp o Zot. Dhe çoj në pendim. Dhe le të njohin fuqinë tënde. Le të njohin dritën tënde. Le të njohin ty si Zot që je i gjallë dhe je i fuqishëm. Në emrin e Jezusit. Dhe unë lutem për të gjithë ju që jeni live. Në emrin e Jezus Krishtit. Dhe e çliroj bekimin e këtij live-i, kushdo që e dëgjon në çdo kohë të bekohet dhe të marrë bekimin e këtyre lutjeve, sepse ishin vërtet lutje vetëm nga zemra e Perëndis. Haleluja. Dhe unë lutem në emrin e Jezusit. Ashtu si shteti i kuq u ça në 2 pjesë. Dhe Izraeli kaloi mes për mes. Kështu le të çaj Zoti sot. Çdo blokad që duket e pamundur për jetën tënde. Zoti le ta çaj mes për mes. Dhe le të kalosh në anën tjetër. Dhe të gjithë armiqt, çdo magji, çdo mallkim, çdo plani të ligut, le të varroset në fund të detit. Dhe mos të ketë as një fuqi më, as një sëmundje, as një dhimbje, as një depresion, as një atak frike, as një frym vetvrasje, mos të ketë më të drejtë të ndjekin në anën tjetër. Në emrin e Jezus Krishtit. Amen. Dhe paqja e Perëndis, që atë e kalon çdo zgjuarësie, le t'ju mbushi zemrat tuaja, mendjet tuaja, familjet tuaja në Krishtin Jezus. Ju bekoj në emrin e Jezusit. Ju bekoj në emrin e fuqishëm të Krishtit Jezus. Dhe sot ne hymë në bekime të reja. Në emrin e Jezus Krishtit. Sa më të fuqishme janë sulmet e të ligut, aq më e madhe dhe fuqishme është mbrojtja e Perëndis.
dhe unë deklaroj mbrojtje, deklaroj bekime, deklaroj paqe dhe qetësojini zemrat tuaja tani. Pa shtriuni një qik në krevat tani, pa shtriuni një qik, se do t'ju vedhe në gjumësat. Ushtrit. Shtriuni pak, ju lutem. Shumë mirë. Kastrioti thot po, u bëm gati, në rregull. Mbyllini syt, vereni telefonin sipër kokës tuaj. Do me thënë të riqe jastekun më poshtë, edhe vere telefonin sipër kokës, ose me kufje. Dëgjoj me kufje. Mos e ver telefonin anash, nëse nuk ke kufje, jo anash, telefonin vere sipër kokës tënde. Trupi jonë është i ndarë në dy pjesë, janë dy pjesë sikur janë bashkuar. Edhe me gjithë se jemi një të tërë, përsëri kur dëgjon nga njëri vesh, më thënë, ti vere dhe vetë, nëse ke vetëm një kufje në vesh, gjithë të duket sikur vetëm pjesa, gjysma e trupit është aktiv, truri është gjysme aktiv, vetëm kur e ke të dyja, atër është çdo gjë aktiv. Prandaj vere sipër, lavdi Zotit Lola. Tani qetësojini zemrat. Zot, faleminderit. Faleminderit për gjithçka. Zot, faleminderit sepse ti më ke dhënë këtë vajosje Perëndi që vërtet të gjithë ju jepat paqe, edhe mua vetë Zoti mi shenjtë, kur i dëgjoj unë fleme live-et e mia, sepse ti Zoti ke dhënë një vajosje fjalës tënde që më jep paqen kur e dëgjoj. Faleminderit për këtë kohë tani Zot, dhe udhëhiq çdo njërin Zot i shenjtë në paqen tënde. Çfarë do lloj që kanë kaluar sot, unë i them mendjeve, pushoni tani. Asnjë mendim më të mos ju mbaj peng gjumin. Çdo shpirt pa gjumësie të lidhet tani dhe të largohet. Në emrin e Jezus Krishtit. E lidh çdo shpirt pa gjumësie tani. Dhe tek Psalmi 145. Lexoj. Unë do të përlëftoj o Perëndia im dhe mbreti im, dhe do të bekoj emrin tënd për jetë. Do të bekoj çdo ditë dhe do të lëftoj emrin tënd për jetë. Zoti është i madh dhe i denjë për lëvdimin më të lartë, dhe madhështia e tij është e panjohshme. Një brez do të shpallë lëvdimet e veprave të tua. Do t'ja shpalli tjetrit dhe do të njoftoj mrekullitë e tua. Do të mendohem thellë mbi shkëlqimin e lavdisë të madhështisë sate dhe mbi veprat e tua të mrekullueshme. Këto do të flasin për fuqinë e veprave të tua të tmerrshme, dhe unë
do të tregojnë madhështinë tënde. Ata do të shpallin kujtimin e mirësisë sate të madhe dhe do të këndojnë me gëzim drejtësinë tënde. Zoti është i dhemshur dhe mëshirë plot, i ngadalshëm në zemrim dhe i madh në mirësi. Zoti është i mirë me të gjithë dhe plot dëmshuri me të gjitha veprat e tij. Tërë veprat e tua do të të kremtojnë, o Zot, dhe shenjtorët e tu do të të bekojnë. Ata do të flasin për lavdinë e mbretërisë sate dhe do të tregojnë për fuqinë tënde, për të bërë të njohura bijve të njerëzve mrekullitë e tua dhe shkëlqimin e madhërisëm të mbretërisë sate. Mbretëria jote është një mbretëri për jetë dhe sundimi yt vazhdon pres pas presi. Zoti përkrah tërë ata që rrëzohen dhe ngre përsëri në këmbë tërë ata që janë rrëzuar. Sytë e të gjithëve shikojnë drejt teje duke pritur, dhe ti u jep atyre ushqimin në kohën e dur. Ti e hap dorën tënde dhe plotëson dëshirën e çdo qenie të gjallë. Zoti është i drejtë në të gjitha rrugët e tij dhe dashamirës në të gjitha veprat e tij. Zoti është pranë gjithë atyre që e kërkojnë, pranë gjithë atyre që e kërkojnë me të vërtetë. Ai kënaq dëshirën e atyre që kanë frikë prej tij. Dëgjon britmën dhe i shpëton. Zoti mbron të gjithë ata që e duan dhe do të shkatroj të gjithë të pabesët. Goja ime do të tregoj lëvdimin e Zotit dhe çdo qenie do të bekoj emrin e tij të shenjtë. Psalmi 146. Haleluja! Shpirti im beko Zotin. Unë do të lavdëroj Zotin derisa të kem jetë. Do të këndoj lavde për Perëndin tim gjatë gjithë jetës time. Mos kini besim tek princat dhe as tek ndonjë bir njeriu që nuk mund t'ju shpëtoj. Kur fryma e tij ikën, ai kthehet përsëri në tokë dhe atë ditë planet e tij zhduken. Por ai që ka Perëndin e Jakobit si ndihmë, shpresa e të cilit është tek Zoti, Perëndia i tij, që ka krijuar qiejt dhe tokën, detin dhe gjithçka është në to, që ruan besnikërinë për jetë, që u jep të drejtë të shtypurve dhe ushqim të uriturve. Zoti i çliron të burgosurit. Zoti ngre ata që janë rrëzuar. Zoti i do të drejtët. Zoti mbron të huajt, ndihmon jetimin dhe gruan e vet, por përmbys udhën e të pabesve. Zoti mbretëron për jetë. Perëndia yt o Sion, brez pas brezi. Haleluja! Psalmi 147. Lëvdoni Zotin, sepse është i mirë. Është një gjë e mirë t'i këndosh lavde Perëndisë tonë, sepse është e kënaqshme dhe e leverdishme ta lavdërosh Zotin. Zoti mbretëron. Ai ndërton Jeruzalemin dhe mbledh të humburit e Izraelit. Zoti i shëron ata që e kanë zemrën e thyer dhe lit plagët e tyre. Ai llogarit numrin e yjeve dhe i thërret të gjitha sipas emrit të tyre. I madh është Zoti ynë. E pa mas është fuqia e tij dhe e pa fund sqarësia e tij. Zoti lartëson njerëzit e përulur, por ai ul deri në tokë njerëzit e këqij. Këndojini Zotit me falënderim. Këndojini me qeste,
me lavde këndojni Perëndis ton, që mbulon qiellin me re, përgatit shiun për tokën dhe bën që të rritet bari në malet. Ai jep ushqime baktis dhe zogjve të korbrave që thrasin. Ai nuk kënaqet në forcën e kalit dhe nuk gjen ndonjë gëzim në këmbët e njeriut. Zoti kënaqet me ata që kanë frikë prej tij, me ata që shpresojnë në mirësinë e tij. Lëvdo Zotin, o Jeruzalem, kremto Perëndin tënd, o Sion, sepse ai ka përforcuar shufrat e portave të tua dhe ka bekuar bijtë e tu në mes teje. Ai, Zoti e ruan paqen brenda kufive të tu dhe të nkop me grurin më të mirë. Dërgon mbi tokë urdhrin e tij, fjala e tij merr dheun. Dërgon borën si lesh dhe brumën si hi. Hedh breshrin e tij si me copa. Kush mund t'i bëj ballë të ftohtit të tij? Dërgon fjalën e tij dhe i shkrin ato. Bën që të fryj era e tij dhe ujrat rrjedhin. Ai ja ka bërë të njohur Jakobit fjalën e tij dhe Izraelit statutet e tij dhe dekretet e tij. Ai nuk e ka bërë këtë me asnjë kom tjetër dhe ata nuk i njohin dekretet e tij. Psalmi 144, 148. Aleluja! Lëftoni Zotin, nga qiejt lëftojeni në vendet shumë të larta. Lëftojeni Zotin, ju të gjithë engjëjt e tij, lëftojeni ju mbar ushtria e tij. Lëftojeni Zotin, o diell dhe hën, lëftojeni, ju mbar yje të shndritshme. Lëftojeni Zotin, ju qiej të qiejve, dhe ju ujëra përmbi qiejt. Tër këto gjëra, le të lëftojnë emrin e Zotit, sepse ai dha urdhër dhe ato u krijuan. Ai ka vendosur përjet në përjetësi, por ka bërë një status që nuk do të kaloj kur. Lëvdojeni Zotin nga toka, ju përbindesh të detit dhe mbar oqeane. Zjarr dhe breshër, borë dhe re, ajër i shtrëngatës që zbaton urdhrat e tij. Mbar male dhe kodra, mbar dru frutor dhe kedra, ju mbar kafshë e egra dhe shtëpiake, rrëshqanor dhe zoq me krah, ju mbretër të dheut dhe mbar popull, princa dhe gjyqtar të tokës, të rinj dhe vajza, pleq dhe fëmijë. Le të lëftojmë emrin e Zotit, sepse vetëm emri i tij përlëftohet. Lavdia e tij qëndron përmbi tokën dhe qiejt. Ai e ka rritur forcën e popullit të tij. Një arsye kjo lëvdimi për të gjithë shenjtorët e tij. Për bijtë e Izraelit, një popull i afërt për ti, për te, për ne. Për ne. Haleluja. Dhe Psalmi 149. Haleluja. Këndojni Zotit një këngë të re. Këndojni lavdin e tij në kuvendin e shenjtorëve. Le të ngazëllohet Izraeli tek ai që e ka bërë. Le të ngazëllohen bijtë e Sionit të mbretit tyre. Le të lëvdojnë emrin e tij me valle, të këndojnë lavdet e tij me dajre dhe me qeste. Sepse Zoti kënaqet me popullin e tij. Ai kurorëzon me shpëtim njerëzit e përullur. Le të gëzohen shenjtorët në lavdi, le të këndojnë nga gëzimi mbi shtretrit e tyre. Le të kenë në gojën e tyre lavdet e Perëndis dhe në dorën e tyre një shpatë që pret në të dy anët, për t'u akmarrë me kombet dhe për t'u dhënë ndëshkime popujve, për t'i lidhur mbretrit e tyre me zinxhir dhe fisnikët e tyre me pranga ekuri, për të zbatuar mbi ta gjykimin e shkruar, mbi ta gjykimin e shkruar. Ky
Ky është nderi që u rezervohet mbar shenjtorëve të tij. Haleluja. Psalmi 150. Haleluja. Lëvdoni Perëndin në shenjtoren e tij. Lëvdojeni në kupën qiellore të pushtetit të tij. Lëvdojeni për mrekullitë e tij, lëvdojeni me tingullin e borive, lëvdojeni me tingullin e harpës dhe me qeste. Lëvdojeni me darje dhe me valle, lëvdojeni me vegla, me tela dhe me frym. Lëvdojeni me cembale tingëlluse, lëvdojeni me cembale kumbuse. Çdo gjë që merr frym, le ta lëvdoj Zotin. Ti që merr frym, lëvdoje Zotin. Dhe unë shpall tani paqe. I them mendjes tënde, qetëso. Në paqen e Krishtit, qetëso tani. I them zemrës tënde, qetëso në paqen e Krishtit. Çdo merak, çdo barr, le të bjerë mbi Krishtin tani. Dhe ti merr paqe. Zoti do të kujdeset për gjithçka. I them trupit tënd tani, qetëso. Shiko nëse muskujt në trupin tënd janë akoma shumë të fortë. Qetëso. Qetëso. Le të qetësoj trupi jot tani. Dhe në paqe shtriu. Në paqe fli. Sepse Zoti jot ka çdo gjë në kontroll dhe të mban në siguri. Paqja e Perëndis në ju. Natën e mirë.